Nërsa ne do të vjojmë të diskutojmë në studio, më është bashkuar juristi Alesia Balliu, dhe përshëndes Alesia. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të kemë në studio gjithmonë, ndërsa padyshim do ta komentojmë protestën, një foltore e radhës, teksa protesta kombëtare pritet të jetë më datë 22. Pritet të ndryshoj gjë, pritet të ketë një pjesëmarrje më të lartë të qytetarëve, si e shef? Vazhdoj të shikoj ironinë tallëse të zotit Berisha dhe ndaj Shqipëria bëhet, i falenderon dhe i fton t'i bashkohet protestës Sali Berishës, ndërkohë që Sali Berisha ishte ai që çoi Endre Shabanin avokat populle. Që këtu duket ironia dhe pa diskutim që Shqipëria bëhet është në gjithë drejtën e vetë që mos i bashkohet Berishës, pasi shkaktari kryesor edhe i gjithë asaj që ndodhi Shqipëria bëhet, duket që ka qenë pakti i bërë i zotit Shabani me PS-n dhe PD-n bashkë. Mirë, kjo protestë që padyshim sot u shoqërua dhe me një incident, një përplasje nga ana e asaj të thirrur nga zoti Lapaj, megjithatë më herët Lapaj theksoi që në fjalën e tij kjo është një protestë qytetare. I ftoi gjithë demokratët të bëhen pjesë, ndërkohë zoti Berisha flirtoni farforme duke i përshëndetur. Mund të ketë këtu një prapavi, po themi në vijim për një lloj bashkimi apo nuk e shef kështu? Unë nuk e shoh që ka një prapavi për bashkim, pa diskutim që Berisha, duke qenë edhe lideri i opozitës, e ka për detyrë që të bëjë ftesë për rrëzimin e regjimit në thonjza, por realisht nuk është ky misioni i Sali Berishës. Pasi nëse do ishte ky misioni i Sali Berishës, do ishte aty ku Shqipëria bëhet prej muajsh, prej ditësh, por ikën vetëm një herë në javë, sa për të thënë që për sy e faqe që ky shtet ka opozit, por realisht kjo opozit është falso dhe është fasad. Pasi ajo nuk përfaqëson më interesat e demokratëve dhe interesat e qytetarëve. Kjo vërtetua që tek zgjedhja e avokatit popullit, ku ato dhanë të gjithë firmat për Endre Shabanin dhe mbrapa pastaj akuzonin Ramën që ishte avokati populli i tij. Po si mund të ishte avokati popullit i Ramës kur firma dhe propozimi erdhi nga opozita? Kush janë këta deputet opozitës cilët nuk dinë çfarë firmosin? Atëherë dalim tek ajo që unë kam artikuluar prej muajsh në studion, jo vetëm tuaj, por në gjitha studiot që janë rrogtarët e Berishës, sepse me një telefonat ai zhbeu gjitha firmat. Dhe me një telefonat u bën dhe gjitha firmat. Kështu që aty nuk ka vendimarrje, aty është autokrati Berisha, është lideri dhe pronari i Partisë Demokratike aktualisht. Ka patur një përplasje në kuadër të lëvizjes që zoti Saliani ka ndërmarrë brenda Partisë Demokratike për të takuar demokratët dhe për t'i dëgjuar ata, për të ndezur kështu një lloj shprese, përplasje, por edhe refuzime dhe atakim. Rasti konkret është i sekretarit, i zotit Flamur Noka, që ka sulmuar Salianin brenda mbledhjes. Jam i sigurt që ju po buzësh tani, por jam i sigurt që e keni ndjekur mirë të gjithë zhvillimin që ka ndodhur për eksponent të krimit, thot ai, duke përmendur kështu dhe emra konkret. Si qëndron e vërteta? E vërteta qëndron që Ervin Saliani ka thënë të vërtetën në sy Flamur Nokës, që është shkaktari kryesor i shkatrimit Partisë Demokratike. Dhe ata nuk duan ta pranojnë vërtetën që zoti Saliani ja tha në sy mbledhjet kryesisë. Dhe pa diskutim që demokratët ka nevojë të flasin, ka nevojë për të thënë e vërteta. Plantoni në një shprehje ti thoshte nëse fëmia ka frikë nga errësira, i falet. Po nëse burri ka frikë nga drita, atëherë jemi në një tragjedi të vërtet. Dhe rasti konkret i Partisë Demokratike. Zoti Saliani ka kartën morale që ka bërë burg për Partinë Demokratike dhe është më opozitar se Noka dhe Berisha vet, pasi këto kanë qenë gjatë gjithë kohës të mbrojtur nën tribunën e pushtetit. Ndërkohë zoti Saliani nuk ka pasur kurrë pushtet. Sali Berisha nga ana tjetër flet për demokraci. Dhe Sali Berisha është ai i cili minon çdo zë i cili del kundra. Ndërkohë Saliani kërkon rregulla, kërkon demokraci, kërkon garë, nga ana tjetër ne kemi Berishën i cili do vetëm njerëz që t'i binden, do vetëm rrogtar. Dhe prandaj unë lëvizjen e zotit Saliani e përshëndes dhe e shikoj jashtëzakonisht pozitive. Këto janë individ cilët kanë pasur pushtet absolut dhe kanë pushtet absolut. Zoti Saliani nuk ka pasur pushtet. Ka sakrifikuar dhe është më opozitar se të gjitha ato